Pashko Gjeçi, autori përkthimeve brillante të komedisë hynore të Dantes, Odisesë së Homerit dhe Faustit të Goethes, u nda nga jeta më 20 janar të vitit 2010. Pashko Gjeçi u lind më Shkodër më 7 shtator 1918 në një familje tregtarësh të vegjël. Pas arsimit fillor, ai ndjek po në Shkodër Kolegjin Saverian, një shkollë fetare që funksiononte qysh në vitin 1877. Pas mbylljes së shkollave fetare nga ministri Mirash Ivanaj, Pashko Gjeçi frekuenton gjimnazin shtetëror të Shkodrës, ku njihet me Qemal Stafën, Arship Ipën, Lazar Radin e të tjerë. Ndërmësuesit e parë të tij ishin Eqerem Çabej, i cili i jepte gjuhësinë, dhe Pashko Geci, i cili u mësonte greqishten e lashtë. Njohur si miri italishtes dhe latinishtes, Pashko Gjeçi, qysh gjatë viteve të gjimnazit tenton të përkthej poezitë e Dantes, Petrarkës dhe Leopardit, ndërkohë që provon edhe vetë të krijojë. Gjithçka nisi ta publikonte në revistën e përdyjavshme Cirka, që dilte në Shkodër, duke përdorur pseudonimin Surgens. Për shkak të rezultateve të larta në gjimnaz, në vitin 1938, Ministria e Arsimit i akordon Pashko Gjeçit një gjysmë burse për të vazhduar fakultetin e filozofisë në Rom. Edhe pse në Itali, Pashko Gjeçi vijon të publikojë përkthime e krijime në revistat e gazetat periodike shqiptare. Diplomën me rezultate të shkëlqyera e merr më 15 korrik 1942. Të ndërgjegjshëm për zotësinë e tij, profesorët italian tentojnë ta mbajnë si asistent, por se Ernest Koliçi, ish ministri i arsimit, i cili ndodhej në Itali për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit të diplomave, e bind që ta kthejnë në AD për të dhënë kontributin e tij. Puna e parë në AD për Pashko Gjeçin do të ishte profesor i letërsisë dhe latinishtes në shkollën e mesme femnore të Shkodrës. Pas çlirimit, ai transferohet bashkë me familje në Durrës, ku nisi të jepte mësim në shkollën e mesme të qytetit. Aty miqësohet me Jusuf Vrionin dhe zgjidhet të kryej formalisht funksionin e kryetarit të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve për degën e Durrësit. Por fakti se nuk ishte asnjë lidhje me komunizmin dhe komunistët e ndëshkon. Më 4 shtator të vitit 1947, arrestohet në akuzën pjesëmarrje në grup kundër pushtetit dhe dënohet me 5 vjet heqje lirie. Vitet e dënimit i kalon në Durrës dhe gjatë muajve të verës si punëtor me detyrim në tharjen e kënetës së Maliqit. Pas përfundimit të dënimit, në vitin 1952, kthehet në Shkodër, ku për të mbajtur familjen detyrohet të bëj punë krau. Gjithsesi, një vit më pas, Pashko Gjeçit i troket në derë një kërkesë që do i ndryshonte jetën. Teatri i Operës dhe Baletit i kërkon të përkthej Traviatën e Giuseppe Verdit. Në vitin 1954, Pashko mund të thuhet se u rehabilitua pasi i ofruan një vend pune si mësues në shkollën 8 vjeçare në Fushkruj. Pikërisht në këtë periudhë, ai futet përkthimit të komedisë hynore të Dante Alighirit. Në një intervistë të viteve të fundit të jetës, Pashko Gjeçi tregon edhe kohën se kur mendja e një përkthyesi është me e qetë për të bërë më të mirën. Për përkthimin e komedisë hynore, unë shfrytëzoja orët e para të mëngjesit, para se të fillonte mësimi, dhe çdo ditë hidhja në letër nga 4 vargje të përkthyera në gjuhën shqipe. Mëtej, njeriu që e kuptoi gjeninë e Pashko Gjeçit në përkthim, i cili do ta ndihmonte deri në publikimin përfundimtar të komedisë hynore në gjuhën shqipe, bëhet shkrimtari Lazar Siliqi, i cili fillimisht nis ta publikojë pjesë-pjesë në revistën Nëntori. Por edhe pse përkthimi pëlqehet dhe shijohet nga dashamirës dhe profesionist, kritika e kohës detyrohet të heshtë, pasi nuk mund të shkruante për një ish të burgosur politik. Sipas kujtimeve të vet Pashko Gjeçit, publikimi i gjithë veprës ishte realizuar sërish fal ndërhyrjes së Lazar Siliqit, i cili e kishte udhëzuar se duhet i bënte një letër Enver Hoxhës. Këshilla ishte në formën: shkruaj se që të përfundosh përkthimin e komedisë hynore, do të duhen disa kushte minimale pune, biblioteka dhe konsultime. Sa duket, Enver Hoxha bindet. Në vitin 1959, Pashko Gjeçi vendoset familjarisht në Tiranë dhe emërohet mësues në gjimnazin Qemal Stafa. Komedia hynore e përkthyer nga Pashko Gjeçi publikohet e plot në gjuhën shqipe në vitin 1962. Fatmirësisht përkthimi u vlerësua me një shpërblim prej 30.000 lekësh, të ardhura që do i lehtësonin atij udhëtimin e mëtejmë të jetës dhe sidomos në fushën e përkthimit. Një vit më pas ai nis përkthimin e Odisesë së Homerit nga greqishtja e vjetër, duke e konsultuar edhe me versionet e përkthimeve në gjuhën italiane e franceze. Madje, për të qenë më i frymëzuar, shkon shpesh në Durrës vetëm me qëllimin që të kundronte gjatë detin, dallgët, jehonat
dhe aromat e tij. Gjithsesi, përkthimet e plota apo vepra e plotë e Pashko Gjeçit do të ishte ditën e publikimit vetëm pas rrëzimit të regjimit komunist. Për fat të mirë, ai jetoi deri në vitin 2010 dhe e arriti të merrte kënaqësinë e vlerësimit për artin e tij. Një mirënjohje që kishte nisur qysh në vitet 70 të shekullit të shkuar, kur shoqata italiane Dante Alighieri vlerësoi ndërkombëtarisht shqipërimin e Gjeçit si njërin ndër 3 përkthimet më të mira në botë të komedisë synore.